Mirëmbrëma Fabian, vëlla i Olës. Bravo, Arbana. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Po ju lë të flisni me njëri tjetrin. Si e? E mirë. Si e mirë. Qa ke? Folë qa ke, harroj kamera. Kene gja më thonë. Jo, qo, folë. Mos në e bënë më të vështirë, se qashtë. Ola, të s'kanë kohë, asto. Qa ka, si je? Ku je? E dinë që ku je? A e dinë që ku je? A e dinë që kush jam? A më njef? Kësha me në marrë ma vonë, shto sigur e këshim lanë bashkë. Kësha me në marrë më të bajnë surprizë të bukur. Ashtu si që e meritoshe para se me hy. Ashtu si që e mësu me të nejtë gati. Ashtu si që e mësu me të bëjmë minë për çdo gjë, mos me të nalë, me të kuptu din limite, me të përkra din limite, me të pështet din limite, si familje, si Fabi. Së më dhe kohë, Ola, që ndodhi? Mama nuk është mirë, Ola. Fabi. Ola, ti e din, Ola. Kur ke hy, ti e din gjënjën e saj. Ke din vitën e funit. I din gjanat. Nuk është presion, nuk është për kamerë, nuk është për gjënë. Mama nuk është mirë, Ola. Babi nuk është mirë, Ola. Hilda nuk është mirë, Ola. Fabi nuk është Fabi, Ola. Dhe në ullë e full. Si dikur. Qa ndodhi? Si kishim ma vedet? Kush ishte kushti? Kush ishte qëllimi? Kush do t'ishte Ola? S'po t'njofim ma këta dhe ditë të funit. T'ka ik ajo shkëlqimi i ftyrës, ajo Ola e batutave, Ola që përcil të energji. Njerëzit që ka njof jashtë sa do pak. Edhe njeriu që t'ka njof për 5 sekonda nuk po t'njef ma këtë Ola. Nuk je ma Ola. Nuk je ma Ola. Fabian. Ka në shpjegim? Ka në arsye? S'ta shty veten prapë të mundohem me të kuptu? Fabian. E di që Më falë që po ju ndërhy, po e shikoj Olën shumë në vështirësi dhe realisht po ndihem shumë keq. Fabian, unë të falenderoj që ke ardhur, e kuptoj që dukshëm je i mërzitur. Me drejt Arbana, me drejt, unë e di që kam bë, se e di kë kam lënë jashtë. Po cili është gabimi që ka bërë, Është Fabian? gabimi Arbana, nuk e Dua ta humba. pyes Fabianin. Ka të drejt që unë e humba. E humbe? E humba. Po pse cili ishte gabimi që të pëlqeu një djalë? E humba. Jo, nuk është që më pëlqeu një djalë, është... Në gjë, Arbana, Po. Prindrit tanë janë martu para 36 vjeç Po. me dashuri. Do më thonë, kanë marrë vetë një tjetrin do kora shumë më pa favorshme se këto që po kalojmë sot. Po. Po ashtu unë, po ashtu motra tjetër. Ne nuk jena njerëz që privojmë njerëz për të qenë të lumtur. Atëherë pse jeni mërzitur? Ne jena njerëz që privojmë njerëz me bogabime. Mu zhyt në batak, kot, me përzi, emrin me emra tjerë, me... Kjo ishte kushti, dhe më thonë që Fabiola hyri këto. Tynte Fabiola, dilte Fabiola. Më lejo ta kuptoj më mirë. Ju nuk jeni dakord për zgjedhjen që ka bërë Fabiola, pra për
për historinë me Adionin. Nuk jeni kundër dashurisë, por nuk ju pëlqen Adioni. Nëse jena kundër, dashuria është gjëja më e bukur në botë, Arbana. Për kush e provon, kush e ndjen, kush e din. Ne nuk jena askush që ndalu dashuri. E kuptoj. Por jo në këto kushte, jo në këto rrethana, jo në këtë mënyrë. Jo, shumë. Jo pa respekt ndaj vetes, Arbana. Jo pa respekt ndaj vetes, Arbana. E kuptoj. Fabiola, a e prisje, pra nuk është se kanë diçka kundër faktit që ti po ndjen për një person dhe po dëshiron që të njohësh një person, por ka rezerva për Adionin. A i kishe menduar ndonjëherë këtë, Ola? Të njoftë Olën e di që e ka menuar, Arbana. Po se di se që po bën. E kam mendu, normal. Nuk du as me thonë justifikime që këto kalojnë ditë shumë shpejt, edhe është shumë e vështirë kur kalon kaq shumë kohë mërna ditët. Ola, ta bëj pyetje? Qoftë se një zog bie në dashuri me një peshk, cila është zgjidhja? Ku duhet të jetojnë ato? Si do të sillen ato? Mund të më japësh përgjigje? Nuk ban. Nuk bën? Nuk ban. Qëllimi i ardhes tame sonde është me ardh me shku bashkë të njerëzit që të kanë zgjidhje parësore, primare për jetën e tyre. Njerëz që do të shkoshin deri në fund botës me të parë nëse ti je tu bë pis. E ti e din që unë e bëj. E din që unë e bëj. Fabian, po i kërkon që të ndërpresi atë që është ëndra e saj, po i Jo, kërkon... ëndrat që kena nërprej në herë, Arbana. Po ti e di se sa shumë e ka dashur Ola pjesëmarrjen këtë format. Ola ka dash shumë gjana, Arbana, dhe kena toleru, i kena leju, kena shkel mbi ca mentalitete, mbi ca... Po cili është gabimi që realisht po bën ajo vajzë? Cili Nuk po është? Ku po respekton gabon? veten, Arbana, nuk po respekton parimet me të cilat është rrit. Parimet që ama i ka përcjell, parimet që unë jam mundu me arrujt, Po parimet që kjo i ka arrujt është dhe e para apo e fundit vajzë që bën një gabim dhe që lejon një djalë, siç po thua ti, se këtë po e thua ti, lejon një djalë që të mos ta respektoj veten. Po nga kjo të shkojmë në një ekstrem dhe të ndërpresim një rrugtim që ajo e ka aq për zemër. Zgjidhja nga ana ime kjo është zgjidhja. Nga ana Fabiolës, unë nuk di zgjidhje tjetër nga jashtë, nuk kam forcë tjetër nga jashtë unë. Kjo është çdo gjë që kam në dorë unë me bë. Sa e drejt mendon që është kërkesa jote për një vajzë 23 vjeçare se Fabiola nuk është fëmijë, o Fabian? Në këtë pikë Fabiola do më ishte falenderues, Arbana. Do të kishte falenderuar? Duke njoftur Fabiolën, Fabiola do më ishte falenderues në këtë pikë. Për tani jetën. Edhe nuk e di, kjo siç e thellë ti nuk është fëmijë. Jo, unë mendoj që nuk është fëmijë dhe mendoj që është një nga vajzat më brillante që ka marrë pjesë ndonjëherë në një reality show për mënyrën se si është shfaqur, me një forcë karakteri, me sinqeritet, me ndjeshmëri, me guxim. Gjithmonë duke mos e harruar familjen. Fabiola nuk ka hyrë aty dhe ka thënë, shiko se mua nuk më intereson familja. Fabiola më shumë se sa njëherë ka treguar se sa është shqetësuar është për mënyrën se si familja e saj po e sheh jashtë. Po e dona edhe me vepra në atë, Arbana, nuk e dona vetëm, po kam edhe vllajën jashtë. E dona edhe me vepra në atë. Ola sonde do të japin një zgjidhje, pranit teme. Fabian, doja të të pyes, po me Adionin, dëshiron të flasësh, apo jo? Unë do të shkoj ta pyes nëse ai dëshiron, se nuk e di ndoshta. S'ke nevojë me pyet kërkan, ke nevojë me pyet mua, unë s'kam marrë, kam marrë shumë e shenjtë kjo gjëja që po diskutoj këtu me gjakun tim, me familjen time. Okej. Edhe nuk du ta bëj pjesë në asnjë mënyrë. Okej. Edhe asnjë gjë kundër atij djalit, ai ka jetën e vet. Ja kuptoj. Ai më mirë zgjidh gjanat e veta që ka jashtë, mëna ku ti ket, ti zgjidhi gjanat e veta vet, nuk ka nevojë me nuk e kam personale. E kuptoj. Fabiola, çfarë mendon?
që me ndonë? Arbana, ka kalu 1 muaj këto. 4 javë sa, ti kam nëmru për ditë, 24 orë, 24. Nuk këna fjetë. Herë prej hallit, herë prej qefit, nuk këna fjetë. Fabian, ti ke familje, je i martuar, ke fëmi? Kam një nuset mërgullushme, 2 fëmijë të mërgullushme, Arbana, Aha. që këtë mujnë e funit, i kam lanë 3 herë, të ardhë me bibon të mujtër Fabiolës këtë që është të bo sot. Do më thonë, Fabiola e dinë se sa e rëndësishme është për familjen tonë. E dinë se sa bëjmë ne për njëri tjetrin. Të pyes nëse je i martuar dhe ke një bashorte për të kuptuar që edhe ti e ke përjetuar dashurin, pra e di se çfarë do të thotë të duash një person, edhe të ndjesh për një person. Me gjithë respektin, nuses time, i kam dash shpirtin e zemrën për para dhe mendjen, masa ne i kam dash tërsinë e saj. A të dua që ti shoh dikuj kësaj në krah, që ti doj mendjen e shpirtin e që ka shumë pastër, që ka shumë çka me ble dikush te kjo, jo fasadën, jo famën e jashtme. Kjo është ëndra ime. Fabian. E nëse ai që do ti nuk përkon me atë që do Fabiola, çfarë ndodh? Jam shumë i vogël në këtë rast. Je shumë i vogël. Jam shumë i vogël në këtë rast. Qofse kjo bën zgjedhje të nxitume, do të na bëjnë edhe ne jashtë me bën zgjedhje të nxitume. Po ajo nuk ka bërë akoma asnjë zgjedhje. Për s'ka bërë asnjë zgjedhje, jam këtu Arbana. Ajo nuk ka bërë asnjë zgjedhje dhe ndoshta kjo bisedë do ta bëjë që të reflektoj, ndoshta kjo bisedë mund të ndryshoj, ose mund mos ndryshoj asgjë tek ajo. A nuk ke besim ti tek Fabiola, ta lësh Fabiolën të reflektoj, të veproj dhe të tregoj Fabiolën, atë motrën për cilën ti duhet t'jesh krenar, Fabian. Duhet t'jesh krenar. Gjithë kush jashtë, Se nuk ka bërë asgjë të keqe. Se nuk është mëkat të shoqërohesh me një djalë, qoftë edhe në një reality show. Po ju lë pak vetëm. Se kam ditë. Që s'ke ditë? Është të merë. Shumë e madhe. Është të merë, është të merë. Mami është, ola, nuk e besoj. Nuk jam gati në në shpi. Nuk je gati. Nuk du ma në shpi. Kjo arë për gjanat mlaja këto, ola? Ti mund është për ban gjanat mlaja, ola? Pse leon trungut tanë më ju lidhë pëmë me SB? Pse? Pse? Do me marrë kaca vjerëse me vete ti? Pse? Ishte shumë për jo. Qa mund të ofrojnë dikush që nuk e din ku është për vete? Në olli puna e dasmës që shku ma tje dhe thjesht një moment univa kur takova familje në kështu ti e din se kena ne ku shkojmë qef një dasëm, si kur mu fut në tru ajo ideja që është gabim e di se kam logiku, se kam menu mirë. Ajo moment ka këndaj momenti që mund të kem të na prit se... Që do më bëti pjesë të rakonqave, si mrava me dalë me qaj ashtë? Ja. E do më bëti? Mos me të njoftë më. Jenë ko. Së të dhe ditë të para. E këna shpirti. Fabian. Van halalja. Fabian. Këti, e kënë dati. Unë e kuptoj pozitën tënde dhe e kuptoj vështirësitë e tua edhe njoh shumë mirë familjet shqiptare dhe njoh shumë mirë gjithë dinamikën. Ju lutem mund thoni lidhjen me Fabianin, se duat më dëgjoj. Fabian, duhet kuptosh edhe Olën që është e izoluar. Ka 1 muaj që është e izoluar, pas një informacion që ka. Dhe e gjithë kjo që po i ndodh është një rëndes ekstra, akoma më tej. Shtëpia jo, tjetër, puna tjetër këto. Zero. Ola influencuar shumë kollaj di, Ola. Jetu influencuar shumë kollaj. Qa po jep, qa po merë, qa pret. Zero, si gjo. Fugazi, erë. Jo, je vetë, s'ke nevoj. Pse të donë dikush me të bëjë klips ty? Shumë donë me të marrë dritën dikush ty? Ke mundësi? Ha? A ke mundësi me bo? Po? Po. Po, edhe po. Fabian, do japi një përqafim asaj motrës, o Fabian! Ta kam gjithë. No, jo, du përgjigje sonde, lutëm.
Atë më bajnë dëndë. Më falë, më banë Allah. Tonë me mu, me familjen tonë, në kështire. Kënë si? Më falë Lio. Mos më harro. Na shiftyën, mos më harro në shumë. Më bëna fort, Të tanë, për zotë. Po jo kështu. 10 ditë të fundit, jo. Ola, ky takim zgjati më shumë se ç'duhet, më duhet të kthehesh në arenë. Ma për shpije. Ola. Nga s'mova. Eja, Ola. Thotë. Më sa dhe ra. Si janë? Janë për tokë. Vetëm ti mund është me që bo. Ola. Okej. Arbana, na falë, Arbana. Ajde. Ola duhet të Tikjo? futen në arenë. Të lutem, Ola. A ti ke unë apo... Jo, ti rri aty, Fabian, se do flasim pak bashkë. Eja, Ola. Ola. Okej. Edhe jep. Hajde.